Një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore në Vlorë po merr çdo ditë më tepër formë. Pavarësisht ritmeve të punës tepër të ulta, projekti për ndërtimin e bulevardit të Palmave dhe agrumeve në qytet mund të thuhet se është futur në një fazë të rëndësishme të punimeve. Këtë të mërkur, në bulevardin e Palmave, ka nisur dhe asfaltimi i lotit të parë të segmentit rrugor. Pas përfundimit të plotë të rehabilitimit të segmentit rrugor, krijimit të bazamentit, trasjes së rrugës, mbushjes së saj me disa shtresa çakulli dhe zhavori, përgjatë mbrëmjes të së martës, ka nisur të hidhet edhe aty shtresa e parë që do të përdoret si njitës, e cila do të bëjë lidhjen me asfaltin, ndërsa këtë të mërkur ka nisur edhe asfaltimi i pjesës së parë të segmentit rrugor. Kompania e cila po realizon këtë projekt ka kryer këtë të mërkur asfaltimin e pjesës së parë të këtij segmenti. Më konkretisht, është asfaltuar rruga nga kryqëzimi i shkollës Perla deri në afërsitë të ish-gjyqit të vjetër në Vlorë. Një detaj që shihet në projekt nga punimet në fjalë është fakti që kryqëzimet se ku do të shkëmbehen automjetet nuk do të jenë me asfalt, por ato janë menduar të realizohen me gur të vegjël mozaik. Një projekt ky i përdorur gjerësisht në disa vende në qarkun e Vlorës, në disa projekte infrastrukturore të ndërtuara edhe në qytet. Krahas asaj, edhe vende se ku do të kalojnë këmbësorët, edhe ato janë menduar të jenë me gur mozaik, të ngjashëm si kaldrëm, që do të japin një tjetër impakt vizual, model të realizimit të rrugëve në qytetin e Vlorës. Njëkohësisht me punën për asfaltimin e segmentit rrugor në pjesën e parë të tij, po vijon paralelisht puna për rehabilitimin në total të dy pjesëve të tjera, asaj që fillon nga zona e ish-gjyqit të vjetër për të përfunduar në kryqëzimin që të çon tek ish-shtëpia e oficerëve në Vlorë, apo edhe në drejtim të zonës së ish-kapeles, por edhe në pjesën finale po punohet gjithashtu nga ky kryqëzim deri në afërsitë të xhamisë së Plumbit, pjesa fundore e menduar e projektit në fjalë. Punimet janë përqendruar edhe në përfundimin e krijimit të vendkalimit të këmbësorëve, apo edhe ndarjen e rehabilitimin e të gjitha pjesëve të gjelbëruara që do të jenë në projektin në fjalë. Megjithse, vlen të theksohet se punime për rehabilitimin e bulevardit të Palmave dhe agrumeve duhet të përfundojnë sipas afateve në muajin tetor të këtij viti. Afati një vjeçar i punimeve përfundon pikërisht në tetor, por ndërkohë projekti pavarësisht asfaltimit të një pjese të rrugës vazhdon ende të jetë larg përfundimit të punimeve. Sipas raportimeve në të, është realizuar 60 deri në 65% e projektit dhe ka ende shumë punë për të bërë. Me ritmet aktuale të punës, ky projekt pritet të përfundojë në sezonin e ardhshëm veror.